Tërmeti 26 nëntori 2019 shkaktoi 51 viktima, qindra të plagosur dhe mijëra të pastrehë në Shqipëri, ndërsa Durrësi pësoi dëmet më të mëdha. Pas tërmetit, qeveria hartoi programin e rindërtimit, ku qindra apartamente u dorëzuan personave që mbetën të pastre. Por në shumë raste, procedurat vazhdojnë të zvariten dhe banorët, dhe pse ka qenë pjesë e shorteve, nuk kanë mundur të hyjnë në shtëpitë e reja. Por shumë familje, situata është bërë prej kohësh e papërballueshme. 2500 familje të prekura nga tërmeti në Durrës u trajtuan për herë të fundit me bonus qiraje në mars të vitit 2023 dhe më pas nuk është bërë shpërndarja, pasi fondet nuk u vunë më në dispozicion nga qeveria. 1000 banesa të reja në zonën e spitalës ende nuk janë të banueshme. Banorët presin të futen në shtëpitë e reja në lagje Rilindja në spital. Në këtë lagje u ndërtua me financimin e presidentit e Emirateve të Bashkuara 996 apartamente, por këto mbeten në pritje të kolaudimit. Më 29 kushtë të vitit 2024, Bashkia e Durrësit zhvilloi shorteun e parë me shpërndarjen e 196 apartamenteve të para në këtë lagje, por ndonse kanë kaluar muaj nga ky proces, banorët ende nuk janë futur në shtëpitë e tyre.